Të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi. Dua tani të komentoj pak Rogertin, me thënë drejtën, qasjen e Rogertit kundër drejt Luizit dhe luftën që Rogerti ka nisur që nga pika zero. Tani sonte është prajmi dhe Rogerti me patjetër që do të bëhet i rëndësishëm dhe do të futet në prajm. Por, edhe pse Rogerti ishte në dhomën e reflektimit, gjua e përdorur kundër drejt Luizit, urrejtja dhe mlefi, nuk është njerëzor. Luizi tha që familjarët e Rogertit do ndjehen shumë keq sepse xhaxha i Rogertit dhe daja i Rogertit kanë një afrimitet jashtëzakonisht të madh me Luizin. Imagjinoni, babai i Rogertit është dhe ka qenë fans i Luizit dhe Rogerti nuk di të logjikoj. Unë mendova që Rogerti përdori logjikën, u tregua banor. Rogerti vazhdon të ofendon dhe të denigron Luizin si te Kiara, si te Luna, si te familja, si në gjithë shka. Do thënë, ditën e sotëm, mëngjesin e sotëm, Rogerti ka nisur me Luizin. Luizi ishte duke bërë dushin në tualet, Rogerti e ofendon, e denigron, e poshtërson, e quan një njeri me fjalët më të ulta, më të ndryshme, do thënë duke ndikuar apo duke ofenduar personalitetin e tij. E quan pa buks, e quan një djalë i cili ka ndërtuar një histori, e quan një djalë që vajzat duhet të rinë larg atij sepse është një njeri që merret me vajza dhe i kërkon Kiarës që t'i vejë një GPS Luizit, një përndjekës, sepse Luizi nuk qenë ka njeri stabil. Unë mendoj që Luizi po të ishte banor dhe po të kishte fuqinë e banorit, sepse tani nuk ndikohet, sado që të themi nuk ndikohet, ai përsëri ndikohet, sepse janë gjëra që të dhëmbin, janë gjëra që të tensionojnë dhe ti e din shumë bukur që jashtë familja jote i dëgjon, pa marrë parasysh se sa je i kyçur në lojë apo jo. Unë mendoj që Rogerti është duke treguar se çfarë njeriu është. Loja me inat nuk fitohet. Loja me mlef nuk fitohet. Loja me urrejtje nuk fitohet. Loja fitohet me dashuri, loja fitohet me zgjuarsi, loja fitohet me mend. Të ulurit mendosh se cilat janë qëllimet, edhe sikur Luizi të ishte banor i vërtet, Rogerti duhet të përdorën kartën e lojës dhe jo ofendimet kundër drejt Luizit, ofendime që i bën që nga mëngjesi deri në darkë. Unë mendoj që me ofendime nuk mund t'i jesh banor i fort, edhe pse ka shumë nga ato kritikët që është banor i fort. Rogerti është banor i fort, por duhet të di të luaj. Banor i fort, për mendimin tim, është Kristi. Kristi luan, jo Rogerti. Kjo është qasja që Rogerti ka përzgjedhur sot të nisë me Luizin. Nuk e di se sa do të zgjasin këto ofendime, sa do të toleron Luizi, por ofendimet janë të shkallës më të tmerrshme që mund të dëgjohen.